Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu është njëri nga shokët e profetit alayhi salatu wassalam. Madje është nga të parët të cilët e kanë pranuar Islamin. Dhe prej vlerave të tij është që i ka bërë 2 hijrete. Ata ka bërë hijretën e parë në Etiopi, në Abisini, dhe hijretën e dytë prej Abisinis në Medinë. Dhe prej vlera e tij është që profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, kush dëshiron me lexu Kur'anin ashtu siç është shpall, le ta lexoj ashtu siç e lexon Ibn Ummi Abd, domthon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dhe ai ka pas këshilla shumë të arta. Në fakt që njëra prej këshilla e tij të arta është që një person ka kërkuar përësi prej tij. Dhe ai ka thënë, ja ka jap 4 përësi. Përësia e parë i ka thënë, adhureja Allahun dhe mos i bëj ortak asgjë në adhurim. Pra shikoni, edhe shokët e profetit alayhi salatu wassalam kanë vepruar njësoj sikur kanë vepruar profetët. Fillimisht ja kanë filluar me adhurim ndaj Allahut, me tauhid, se kjo është Islami, kuptimi i Islamit, adorim ndaj Allahut, duke adhuruar vetëm atë. Prandaj edhe këtij personit përësinë e parë ja jep duke i thënë, adhureje vetëm Allahun dhe mos i bëj shirk. Përësinë e dytë i thot, shko sipas Kur'anit, ku do që të shkon ai. Do thot, ka do që të orienton Kur'ani, ti shkon në atë drejtim. Ne kemi parasysh që Kur'ani jep mësimet më madhështore që ekzistojnë, sepse është zbritje prej El Aziz El Hamid, prej të lavdishmit, prej të gjithfuqishmit. Dhe përësitë e Kur'anit janë të shumta, dhe njëra prej përësive të Kur'anit është edhe që ta pasojmë profetin alayhi salatu wassalam. Sa që në një vend në Kur'an Allah i madhëshëm tregon që wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Ne ta kemi zbritur Kur'anin që t'ja u shpjegojsh njerëzve atë çfarë ju ka zbritur. Që tregon që tradita, suneti është ai që e shpjegon Kur'anin. Kur'ani urdhon me fal namazin, mirë po se si falet, sa rekate e kështu me radhë, kjo nuk sqarohet në Kur'an, po sqarohet në sunet. Vetë Kur'ani po na mëson këtë gjë. Pastaj përësia e tretë që e jep Abdullah ibn Mas'udi thot, kush do që të vjen me të vërtetën, pranoje prej tij, edhe nëse është i largët dhe i urryer tek ti. Dhe përësia e katërt thot, kush të vjen me të kotën, refuzoje prej tij, edhe nëse është i afërt dhe i dashur. Të ndalemi pak tek këto 2 përësi të fundit. Po thot, kush të vjen me të vërtetën, pranoje prej tij, edhe nëse është i largët me farefis dhe i urryer tek ti. Pranoje të vërtetën. E vërteta është mbi të gjitha, nuk është më rëndësi kush e thot të vërtetën. Edhe nëse është fëmijë, edhe nëse është njeri i urryer, madje edhe nëse është armiku jot. Nëse thot vërtetën, duhet me pranu, se mos pranimi i të vërtetës është mendjemadhsi. Dhe pastaj po thot, kush të vjen me të kotën, me gënjeshtrën, me të pavërtetën, mos e prano prej tij, edhe nëse është i dashur jot dhe i afërt jot. Pra këto ishin ato 4 përësitë e Abdullah ibn Mas'udit, një herë po i përsëris. E para ishte tauhidi, të adhurojmë vetëm Allahun, e dyta është të shkojmë sipas Kur'anit ku do që ai të orienton, e treta me pranu të vërtetën, dhe kujt do që sjell atë, kush do qoftë, dhe e katërta mos me pranu pa vërtetën edhe nëse është prej të dashur edhe të afërta.